përcaktimit të se kush do ta kishte opozitën dhe nuk ka, se ju thoni që qytetarit bëhet me atë që i zgjidh hallet. Opozita s'mund të zgjidh hallet, qeverisja duhet i zgjidhë hallet. A është pabarazi këtu? Për këtë duar trokasin atë aty. Për Partinë Socialiste blenë që të s'kam për të duar trokasin tjetër. Çfarë ka ndodhur? Është kuti e fundit? Tani, ti jap... Jo, nuk është kuti e fundit, është kuti e Fierit, po ka kontestime dhe ka një acarim nga Adriatik Klapaj, pra kërkon që të rinumrohet çdo zarf nga e para, pati edhe një përplasje këtu me numrusit, të cilët janë duke bërë punën e tyre, i ofendoi, i shau, etj, dhe u detyruan dhe rinumruan dhe njëherë kutin nga e para dhe doli ashtu siç ishte rezultati. Megjithatë, unë e kuptoj tensionin e zotit Llapaj në këtë moment. Tani ti kthehem pyetjes tënde. Përgjigjen e ke në 2013 Blendi, Sali Berisha ishte në qeveri, i kishte të gjitha vetë, madje mbante edhe pushtetin gjyqësor, gjë cilën ne nuk e kemi tashmë pas reformës në drejtësi. Na kishte vrarë në bulevard vetëm një vit e gjysmë përpara dhe ne fituam zgjedhjet. Pse duhet jetë ndryshe për opozitën e sotme? Pse jeni të gjithë kaq shqetësuar që qeveria, që burimet e administratës etj. Sali Berisha ka humbur pushtetin në të njëjtat kushte. Ishte në qeveri dhe humbin 2013. A kishte dhe ai gjithçka në dispozicion? Populli ja dha votën Edi Ramës. Pra, populli shqiptar e ka treguar këtë në 2005 kur humbi Fatos Nano, e tregojnë 2013, mund ta tregonte edhe tani. Ndërkohë që ndodhe kundërta, ne marrim një vot dhe mbështetje plebiscitare dhe e marrim, më beso për këtë që po them, sepse unë ulem me njerëzit, unë nuk jam politikan që shkoj për fushat, dukem një muaj në teren dhe pastaj zhdukem. Unë jam një politikan që rri në teren gjatë gjithë kohës. Dhe këtë e them me përgjegjësi plot dhe me bindje. Votuesit shqiptar janë votues të pjekur tashmë. Duan të dinë nga ty se çfarë do të bësh si politikan, si forcë politike, çfarë do të realizosh, sa e mban fjalën, çfarë ke bërë në mandatin tënd më parshëm, apo çfarë kam bërë unë personalisht në zonën ku kam kandiduar, apo çfarë ka bërë skuadra që është me mua. Zonja Balluku, kam dy pyetje. E para, ka pasur një akuzë që sidomos në zonën tuaj, po dhe në zonat tjera, administrata është vënë në funksion të zgjedhjeve, pra administrata publike ka shërbyer si strukturë partijake, dhe e dyta që në diaspor është përdorur i njëjti sistem patronazhimi për të marrë votën përmes, po them, shantazhimit të afërmëve tyre në Shqipëri. Tani të sqarojmë pak çështjen e administratës. Personalisht, unë nuk i njoh drejtorat që janë në administratën e Fierit, dash besoje këtë, dash mos a beso. Nëse ka drejtorë që janë struktura partie nga kohë përpara, ata vazhdojnë jetën e tyre, takimet bëhen mbasdite, nuk bëhen në mëngjes. Drejtorët e Fierit as kam interes si t'i përfshihen në fushat, pasi ashtu siç mund të kenë ndonjë aftësi për të ndihmuar, nga ana tjetër më shumë prish punë administrata, siguroj për këtë, sepse sido që të jetë një administrat krijon dhe pakënaqësi. E kam parim këtë gjë, po shumë e vështirë që ta shpjegosh. Nuk t'i japin vota drejtorët. Dhe do t'i referohem prap 2013, si kishte Sali Berisha gjithë drejtorët. Duhet ta harroni këtë, sepse bëhen akuza, po nuk po shohim fakte. Do me thënë, kush janë faktet, kush janë këto drejtorë të cilët bind kanë 104.000 banor të Sharkut Fierit. Do me thënë, ma shpjegoni pak ju si e bind një fermer, i cili s'ka lidhje fare, as do t'ja di fare, do me thënë se që ndodh me drejtorët apo me drejtorit, si bindet një fermer për të dhënë votën? Si e shantazhon ti fermerin i cili çohet mëngjes dhe shkon këtë toka e tij dhe hedh mundin dhe djersën atje? Nuk është një gjë e rrallë që në shoqërinë shqiptare afërsia me pushtetin është më e preferuar se sa identifikimi me opozitën. Nuk është e rrallë, Blendi, sepse kështu jemi mësuar në këtë vend, por tani unë nuk mund të mbaj mëkatet e Sali Berishës apo politikanëve të tjerë mbi kurriz. Nuk kam shantazhuar dikë. Dhe di çfarë, ka ardhur dhe një moment që ndoshta mos duhet dhe ju media të nxjerrni gazetarë në terren të pyesin një herë për mua në Dibër, në Fier, por e pyeti një herë këta njerëz. Qa mendoni për Belindën? I kam shantazhuar se tani 104.000 votues. Mirë është që ti takoni një herë, nxjerrni një gazetarët, bëjnë vox populi, pse duhet të rri gjithë opinioni publik me çfarë shkruan ndonjë psikopat në Facebook me probleme hormonale.
që nuk është problemi im, do me thënë që dikush del aty në Facebook, ndërkohë që pra një kundërshtari imi... Unë nuk po flasë për Facebook, unë po flasë për akuzat opozitës. Jo, po kështu... Opozita e ka bërë fushatën në Fierë, e ka bërë në Facebook opozita. Ndërkohë që rinte opozita dhe shkruante 2 faqe akuza pas një lloj baze, duke bullizuar gratë e listës së Fierit, unë ato 2 orë që ati duhet që ta shkruaj, ta shikoj, ta rishikoj, t'ja them kështu, t'ja them ashtu, që ta shkatroj atë, unë ato 2 orë, Blendi, bëj 4 takime. Zoja Balluku, po ju nëzorët, po tjetë për bullizim nëzorët Zengjinen, që vuri para gjithë burrat e me bullizim. Kë burra vuri? Ma thua emrin e kujt burrave? Tani, po t'ishte për postime... Po t'ishe për postime në rrjetet sociale, postime dhe Zengjines. Po të lutem mu përgjigj. Kë burra vuri Zëqineja nën bullizimin e saj? Kë, ma thua emrin e kujt? Gazmend Bardhi. Kush është burri që u vu nën... Tja ta dash. U vu Gazmend Bardhi. Politik, i ngarkuari politik i qarkut, të opozitës. Po qëne, sepse Zëqineja i është përgjigjur këti zotris, që as kam dëshirë të zë emrin në gojë, duke qenë se lista e kandidatëve doli në 12 mars dhe zotria që e ka bërë fushatën me Facebook dhe s'ka takuar askën në Fierë, se ndoshta dhe nuk e takojnë, s'ka faja asaj, zotria doli në 14 mars duke akuzuar një vajzë 26 vjeç, e cila ka mbaruar shkollën me medalje Ari, vjen nga një fshat shumë i vogël në Roskovec, nga Vloshi, e rritur me 700 halle, dhe vendosi të kandidoj. Dhe ky zotria doli dhe e quajti të korruptuar një vajzë 26 vjeç. Tani kush bullizoi kë? Vetëm ndryshim këtë radhë ishte që ajo vajza nuk është një vajzë si gjithë të tjerat, po është një luftëtare, ndoshta se është rritur me halle. Dhe i doli përballë dhe ju përgjigj ashtu siç ai e meritonte. Pse që nga bullizuar zotria? Zoja Balluku, po pse nuk mbroni, pse nuk e mbroni këtë vajzën që e keni marrë aty në përpanele dhe e keni bërë copash? Për cilën arsye? Sepse mbrojti veten e vet. Çfarë duhet bëj ajo? Duhet rritë cepi? Mbrojtja jote nuk bërë duhet te kaluar të drejtën tënde. Ka gjithmonë një te kalimi së drejtës. Është nga teoritë më të vjetra të globit. Kur ma shpjego pak si quhet e drejta kur vjen Sali Berisha në mes të Fierit dhe gjithë fjalimin e tij politik, në vend që të bënte programin, prezantimin e programit e mbështetin mbi Zëqinen 26 vjeç. Se nuk shqetësoheni ju për këtë lloj bullizimi, se nuk shqetësoheni për Kiduina Zakën, që i njëjti zotri që u mor me Zëqinen dhe i njëjti kryetar partie u morën dhe me Kiduina Zakën. Psikologe 31 vjeç nga një familje e nderuar është quajtur kreu i bandave të lushnjës. Pse nuk shqetësoheni ju në përpanelet tuaja për bullizimin ndaj grave në politik? Bullizimin ndaj grave? Po fëmijët e mi pse duhet shikojnë një... Më fal, po. Po fëmijët e mi pse duhet të shikojnë një fotomontazh të këtij zotris që kërkon të bëj politik me hekura të nënës të tyre para fytyrës, se e thot ky me problemet hormonale. Me këto. Kush është bullizuar këtu, zoti Fedzio? Është mirë. Urdhro? E para në politik, akuzat mes politikanëve kanë qenë pjesë normale e jetës politike shqiptare sot e 35 vjet. Në politik ju kërkoni që të futen njerëz të ri dhe u futën 2 vajza në politik. 2 vajza u futën, njëra 26 vjeç dhe njëra 31 vjeç. Dhe del një që do me thënë ja tregoj Fieri se çfarë mendojnë shqiptarët për atë person. Dhe i merr këto vajza dhe i vë përpara, i tregon që nga kreu i bandave Kiduina Zaka, psikologe 31 vjeç dhe Zëqineja që nga e korruptuar 26 vjeç. Po ne qa mund të themi për atë zotrim? Po më mirë s'po themi asnjë gjë dhe leti përgjigjet Zëqineja. Vota e diasporës, Zoja Balluku? Vota e diasporës çfarë? Do jetë njësoj si vota e shqiptarëve brenda Shqipërisë, do t'i japit të njëjtën përgjigje zotrive që bëjnë fushat bullizuese nga Facebooku. Besoj që do jetë e njëjta histori. Tani dhe një pyetje të fundit, kam u bën shumë xheloz në PS për rezultatin tënd? Tani problemi është që ju mendoni që ne në PS nuk bëjmë gjë tjetër, bëjmë vetëm intriga, vetëm telenovela, vetëm xhelozi, gjëra të tilla.
Po sot për të thënë të drejtën, jemi takuar të gjithë drejtuesit politik mbas disa javë gjata që s'ishim parë me njëri tjetrin, jemi puthur, jemi përqafuar, jemi gëzuar për sukseset e njëri tjetrit dhe gjithë kësaj kohe kemi qenë në komunikim duke e mbështetur njëri tjetrin. Kështu që kjo xhelozia nuk qëndron gjëkundi fevzi se në fund fare fiton Partia Socialiste, edhe Shqipëria mbi të gjitha. Kur mendoni që mbaron numërimi i votave të diasporës? Diaspora do jetë pak e vështirë, sepse unë jam këtu dhe procedura është e gjatë. Një kuti zgjat rreth 2 orë e gjysmë 3 orë, dhe kjo është shqetësuese për të thënë drejtën dhe nuk e di se si mund të shtohen forcat, sepse këtu janë nga 5 tavolina për qark. Edhe nga ditët e gjata. Është e vështirë. Kjo për të definuar kohën se kur përfundon, është me të vërtetë e vështirë, sepse është procedurë shumë e gjatë. Do me thënë për 200 vota, 200-250 vota që ka një kuti, harxhohen rreth 3 orë. Kjo është procedura se ka disa zarfe, ndahen e tjerë e tjerë. Zonja Balluku, faleminderit atëherë. Shumë faleminderit dhe juve, natë e mirë.